Përshëndetje nga Barmed. Unë jam asistent doktor Arif Mehmedi, specialist otorinolaringolog, dhe sot do të flas për një nga sëmundjet më të shpeshta gjatë sezonit të ftohtë, gripi tek të rriturit. Çfarë është gripi? Gripi është një infekcion viral i shkaktuar nga viruset influenza A dhe B, i cili prek rrugët e frymarrjes dhe mund të shkaktojë gjendje të rëndë tek disa persona. Gripi nuk është ftohja e zakonshme, zakonisht është më i fortë dhe më i papritur. Simptomat kryesore të gripit tek të rriturit janë: gripi zakonisht fillon papritur dhe shoqërohet me temperatura e lartë 38 deri në 40 gradë Celsius, dridhje dhe djersitje, dhimbje muskujsh dhe nyjesh, dhimbje koke e fortë, lodhje ekstreme dhe dopsi, dhimbje fyti, kollë e thatë, hundë e bllokuar ose rrjedhje hundësh. Shumë pacient thonë, më rasi me rufe, sepse gjendja përkeqësohet shpejt. Gripi apo ftohja? Ftohja zakonisht është më e lehtë dhe gradualisht rritet. Gripi vjen papritur me temperaturë të lartë dhe lodhje të mëdha. Sa zgjat gripi? Zakonisht, temperatura 3 deri në 5 ditë. Dobësia dhe lodhja mund të zgjasin 7 deri në 14 ditë. Kolla mund të zgjas edhe më gjatë. Këshilla mjekësore për trajtim në shtëpi ku Barmed mjekët rekomandojnë: pushimi plot, shumë lëngje, ujë, çaj, supë, ushqimi lehtë dhe vitaminik, ajrosje e dhomës. Temperaturë kontrollohet me paracetamol ose ibuprofen, sipas nevojës. Larja e hundës me solucion fiziologjik. Gargara me ujë të vakët dhe krip për dhimbje fyti. Antibiotikët nuk duhen të përdoren pasi ata nuk shërojnë gripin, sepse gripi është virus. Në kohë të fundit përdoren pikat, laktoferina, si një protein apo preparat imunomodulator, që mund të sjellë me lehtë të përballohet sëmundja. Kur duhen barna antivirale? Në disa raste, mjeku mund të rekomandojë terapi antivirale, për shembull oseltamivir, sidomos nëse trajtimi fillon brenda 48 orëve nga fillimi i simptomave. Kjo vendoset vetëm nga mjeku, jo me vetmjekim. Kur duhet urgjent mjeku? Nëse keni vështirësi në frymëmarrje, dhimbje të forta në kraharor, temperaturë shumë të lartë që nuk bie, marramendje, konfuzion, dobësi ekstreme, kollë me gjak ose sputull të gjelbër të rëndë. Përkeqësim pas 3 deri më 4 ditësh, pasi atëherë kemi dyshim për pneumoni. Tek personat me sëmundje kronike, gripi mund të komplikohet shpejt, prandaj te ata duhet një vëmendje të posaçme. Si të mbrohemi nga gripi? Vaksina kundër gripit, sidomos tek të moshuarit dhe grupet e rrezikut. Larja e duarve shpesh, shmangja e turmave gjatë sezonit të gripit, maskë në ambiente të mbyllura nëse ka epidemi, gjumi i mjaftueshëm dhe ushqimi i shëndetshëm. Mesazhi i mjekut Barmed: gripi është sëmundje serioze që nuk duhet nënvlerësuar. Trajtimi më i mirë është pushimi, hidratimi, kontrolli i temperaturës dhe konsultimi me mjekun kur shfaqen shenja alarmi. Komento në videon time duke shkruar laktoferina, që unë dhe kolegët e mi te kemi motiv që të bëjmë video virale të tjera.